Në vitin 1999, pas përfundimit të luftës në Kosovë, një ngjarje dramatike dhe e rrezikshme u zhvillua në aeroportin e Prishtinës, që përpaksa nuk çojnë në përballje të drejtpërdrejtë mes NATO-s dhe Rusisë, një situatë që historianët dhe ekspertët e sigurisë e përshkruajnë si momenti i mundshëm i nisjes së luftës së tretë botërore. Pas bombardimeve të NATO-s dhe të rrëqjes së forcave serbe nga Kosova, trupat paqëruese të aleancës ndërkombëtare nisën vendosje në territorin kosovar, por pa paralajmërim dhe në mënyrë të papritur, një kontingjent i ushtrisë ruse, pjesë e KFOR-it, përparoi nga Bosnia dhe Hercegovina dhe zuri aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës para se trupat e NATO-s të arrinin aty. Ky veprim u pasi një përpjekje e Rusisë për të krijuar një zonë të ndikimit të saj në Kosovë, ndaras nga komandat e NATO-s. Ngjarja u përshkallëzua më tej kur komandanti i NATO-s për Europën, generali amerikan Wesley Clark, dha urdhër që trupat ruse të përziheshin me forcë nga aeroporti, por në një moment që u bë historik, komandanti britanik i KFOR-it në terren, generali Mike Jackson, refuzoi të zbatonte këtë urdhër. "Unë nuk do ta nis luftën e tretë botërore për ju", thuhet se i kishte thënë Jackson e prorit të tij amerikan. Ky veprim i tij u pa nga shumë analistë si një akt i maturisë ushtarake dhe politike që ndaloi një përplasje të drejtpërdrejtë mes dy superfuqive bërthamore. Videoja që dokumenton këtë situatë tregon tensionin e lartë mes trupave britanike të KFOR-it dhe atyre ruse, të cilët kishin bllokuar çdo qasje në aeroportin e Prishtinës. Në pamje, kapiteni britanik Adam Fratula shfaqet duke patrulluar afër zonës së bllokuar dhe shprehet se janë të gatshëm për bashkëpunim me trupat ruse, por këta të fundit mbeten të vendosur në pozicionet e tyre, duke refuzuar çdo tentativë për largim prej aty. Rusia pretendonte se kishte të drejtën e pranisë në Kosovë në mënyrë të pavarur nga komandat e NATO-s, ndërsa aleanca e konsideronte këtë veprim një sfidë ndaj strukturës së komandës ndërkombëtare. Për disa ditë situata mbeti pezull e mbushur me tension dhe me mundësi reale për përplasje të armatosur. Pas negociatave intensive mes Moskës dhe kryeqyteteve perëndimore, u arrit një marrëveshje sipas së cilës trupat ruse do të ishin pjesë e KFOR-it, por në një komando koordinuar me NATO-n. Kjo zgjidhje shmangu për shkallëzimin e krizës dhe eventualisht u bë pjesë e kompromisit të ndërtuar për stabilitetin e pasluftës në Kosovë. Kjo ngjarje mbetet një prej episodeve më të rënda dhe më të pasigurta në historinë e pasluftës së ftohtë, duke treguar se edhe një ngjarje lokale, siç ishte kontrolli mbi një aeroport në një vend të vogël si Kosova, mund të ketë pasoja globale. Generalët që vepruan me maturi atëherë konsiderohen sot si faktorët kyç në parandalimin e një lufte që do të kishte tronditur botën.